Zakonisht një ditë e joni është ndoshta shumë e mundishme për hir gjenes që kemi në familje, e kemi Uvesin djalin, i cili është person mafsi kovizor. Ne jemi 4 antar, 3 jemi mafsi kovizor. Unë jam i berber, shoqin e kam person mafsi kovizor, kamën e djallë pothuajse ka të paralizuar. Qalon edhe Uvesin e kemi vajzën tare, e cila është mashallah si drita, e cila është e lidhur shumë për Uvesin edhe për neve. Një ditë ju në vazhdon, domethënë kur Uvesi bie në mbrëmje, kur qohet për gjumit është me pampers, nevoja i del jashtë, ndoshta shkon deri në shtëpinë, i del nevoja jashtë, duhet me marrë me pastum, me dhunë, me plafa, me jastëk, me jorgana, me tepia, me krejt. Por çka të vjen prej Zotit më së vjen, unë po jetoj me një banor xhenetit të shtëpia. Unë po mundom aty t'ja zgjat dorën time aty për ndonjë, e dora aty do të jetë shpëtimtare për mua në ahiret, e cila është shumë e nevojshme për mua. Edhe pse nuk po i shoh me sytë e ballit, po i shoh me sytë e zemrës. Era, urina e nevoja Uvesit për mua është misk shtëpi. Kemi mund, Allah na lehtësov, por kur ti e lidhëm te Zoti ta mundson me të kaloj çdo sprov, mendimin e Zotit, shokëve miqve, inshallah do ta kalojmë çdo sprov. Allah, urim. Biseda me ty është motiv na me tu, Allah.